Ky projekt ligj nuk përcakton vetëm rregulla dhe procedura normuese, por ndërton një sistem llogaridhënës dhe më efektiv në luftimin e korrupsionit për institucione më kompetente dhe më me integritet, i cili do të arrisë qasjen dhe besimin e qytetarëve në drejtësi. Byroja shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme është mekanizëm vital, është instrumenti kryesor për të siguruar që pasuria e zyrtarëve publik të jetë e verifikueshme dhe në përputhje me të ardhurat e ligjshme. Përveç se garanton që pasuria e krijuar në shpërputhje me të ardhurat e ligjshme do të konfiskohet dhe do t'i kthehet shtetit, ligji njëkohësisht kontribuon që të hiqen dyshimet edhe për pasuritë dhe zyrtarët, të cilët pasurinë e tillë e kanë krijuar në rrugë ligjore. Kjo nizm ka filluar me miratimin e koncept dokumentit më 13 prill 2021 dhe është materializuar për herë të parë në qeveri me 29 dhjetor 2021. Gjatë këtij procesi, ligji ka kaluar nëpër 3 opinione të Komisionit Venedikut dhe 2 shqyrtime të gjykatës kushtetuese. Asnjë nga këto institucione dhe mekanizma nuk e ka kontestuar konceptin e konfiskimit civil si instrument të ligjshëm. Përkundrazi, ato e kanë konfirmuar konfiskimin me bazë civile, duke rekomanduar përmirësime në qartësi, në proporcionalitet dhe garanci procedurale. Në vendimin e dytë, gjykata kushtetuese ka thonë që procedura e miratimit ligjit është jo kushtetuese dhe ka kthy prej fillimit. Ndërkohë që qeveria, meqenëse është kthy prej fillimit, nuk ka bërë fare konsultim publik, që mendoj që është dashme, sepse ligji ka qenë një bombë prej fillimit. Nëse gjykata ka kthy pikën 0, kjo do thotë që ligji nis nga 0. E kryen konsultimin publik dhe vjet tutje. Mendoj që është gabim që s'kemi pas konsultim publik në fazën që duhet para miratimit në qeveri. Çështja e dytë që do të më përmend është çështja e shtrirjes kohore. Ligji thotë që vlen deri me 17 shkurt 2008, që është një periudhë mendoj në shumë e gjatë, dhe gjykata kushtetuese ka thonë në vendimin e parë që mund të jetë problematike, sepse ka plot ligje në Kosovë që rregullojnë ruajtjen e dokumentacioneve më shumë të deri në 10 vjet, ka ligje deri në 5 vjet, që palët kanë problem me rujt dokumentet me cilat e justifikojnë pasurinë e vet deri me 17 shkurt, që mendoj që ka qenë është pak problematike periudha deri me 17 shkurt 2008, është shumë e gjatë mendoj. Unë pajtohem me ato që tha ministrja që konfiskimi civil është konsideruar dhe prej Komisionit Venedik një standard që është i mundur me u leju, po megjithatë mendoj që me marrë parasysh specifikat e vendit është e nevojshme sepse ky është një vend i ri edhe institucionet edhe ligjet edhe dokumentet janë në faza fillestare ku mendoj që ky aspekt është i rëndësishëm të marrë parasysh kur e kemi këtë. E treta që do të më përmend është që mendoj që nuk është adresuar në ligj, kemi mundësi këtu edhe mes lehtësimeve me adresu është në ligj është lënë prapë që mundësia procedura e konfiskimit dhe verifikimit mu rregullu me akte nënligjore. Gjykata kushtetuese ka thonë qartë në gjykimin e parë që nuk mundet kjo me ndodh me akte nënligjore. Sa ai jep pushtet madh drejtorit të byros që drejtori me përcaktu procedura që kanë karakter material, jo vetëm procedural. Mendoj që jo vetëm unë mendoj, por ka thënë edhe gjykata kushtetuese që udhëzimet administrative do të rregullojnë vetëm aspekte teknike, jo aspekte përmbajtësore, sidomos materiale sa i takon iniciimit procedurës, konfiskimit dhe verifikimit të pasurisë. Do të ishte mirë me heq këtë neno dhe me përcaktu që vetëm detaje teknike të menaxhimit të lëndëve mund t'i caktojë drejtori me udhëzim administrativ, se përndryshe nuk jemi në linjë me ato që ka kërkuar gjykata kushtetuese. Pas kthimit nga gjykata kushtetuese për çështje thjesht procedurale, ligji nuk ka psuar asnjë ndryshim. Pra ligji ka kaluar në përkuvend në këtë formë të cilën është tash. Këtë herë do t'i respektojmë të gjitha çështjet procedurale të cilat i ka përmendur gjykata dhe edhe nga departamenti ligjor tek ne, por edhe në ZKM kemi marrë rekomandimin që nuk është i nevojshëm diskutimi sërish publik. Duke qenë se kam qenë vetë pjesë e Ministrisë Drejtësisë, se konsideroj që ky ligj përveç trajtës së dur dhe dorës fuqishme profesionale ka pas edhe një kontribut të gjithë akterëve dhe në këtë rast ne duhet ta çmojmë gjithmonë kontributin e njerëzve të cilët kanë punu në këtë ligj, sepse tham është etikisht i vlefshëm për arkitekturën tonë institucionale. I kam
6 tezat të cilat besoj që duhet në frym të këtij ligji me u provu nëse e plotësojnë këtë standardin e vetë gjykatës kushtetuese, po mbi të gjitha të Komisionit të Venedikut dhe paragjithasht të Konventës Evropiane për Drejtat dhe Liritë e Njerëzit, në kuptim të jurisprudencës së Strasburgut. E para, nëse projekt ligji tanishëm që kemi para nesh adreson gjetjet kryesore të dy aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese me tekst veçantë aktgjykimin e parë KO 466/23 dhe nëse e dyta, ky ligj ka qëllim legjitim dhe është proporcional. E treta, nëse projekt ligji me gjitha ofron garancit mjaftueshme ligjore për mbrojtjen e drejtave të individëve. E katërta, nëse ky ligj siguron qartësi dhe parashikueshmëri në kuptim të sigurisë juridike. E pesta, ndikimin e afateve procedurale në efikasitetin e sistemit gjyqësor dhe gjashta, ndërthurin e kompetencave të byros me institucionet ekzistuese në Republikën e Kosovës. Në gjykimin tim, ky ligj që të këto 6 kushte, të cilat u ngrita në formë tezash, i plotëson në mënyrë komplementare, me tekst të posaçëm në qëllimin legjitim dhe në proporcionalitetin e ligjit. Forcimi i luftës kundër korrupsionit dhe reformat në drejtësi janë dy parakushtet themelore mes këtij shteti përpara. Dhe në këtë proces, pra kushdo, secila qeveri, secili ministër që angazhohet për pas një çështje të tillë, do ta ketë mbështetjen time dhe mbështetjen tonë. Janë dy probleme thelbësore që dua t'i adresoj fillimisht te ky koncept. E para, reformat në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit i nënshtrohet dy parimeve themelore. Parimit të kushtetueshmërisë edhe parimit të sigurisë juridike dhe llogaridhënies institucionale. Këto janë dy probleme që unë i kam, të cilat mendoj që do të jenë pengesë e madhe për hyrjen në fuqi të këtij ligji. Po nisi spari me temën që u ngrit rreth procesit të konsultimit. Legitimiteti demokratik i një ligji është bukur i nevojshëm, shkak se ligji ka kuptim vetëm atëherë kur buron prej atyre që janë hisenik procesit. Edhe procesi i konsultimit publik në këtë ligj është jetik. Nuk mund i ik për shkak se është obligativ, për shkak se ligji në fjalë është rrezull i gjykatës kushtetuese. Dhe nëse ne po flasim me ministrin e drejtësisë, rrjedhimisht Ministria e Drejtësisë duhet të nënshtrohet rregullave të drejtësisë dhe rregullave juridike që burojnë nga vetë institucioni që i punon. Sheku e ki këtu ministre, nenin 49 të rregullorës së qeverisë të vitit 2024 që të obligon me pas konsultim publik për këtë ligj. To mund të obligon. E të tregoj tani në fund pse është kjo e rëndësishme. Çështja e dytë, ne kemi një vendim të gjykatës kushtetuese që lidhet me një rast paraprak, i cili është për ligjin e KPM-s, i cili thot bukur qartë që procesi i konsultimit publik në ligjvërje është obligativ dhe është e rëndësishme. Edhe për këto që ku i ki këtu vendimet, argumendimet për këtë proces. Për këtë arsye, e shoh të rëndësishme në ne procesin e konsultimit, se ju thatë shumë sakt, ky ligj ka filluar prej vitit 2021. Pra procesi i konsultimit në një hearing, në një dëgjim legislativ, shant në ku. E para. E dyta, e shoh bukur të rëndësishme aty na me pas valla paqim serioz. Si shpesh këtu s'ka energji, mja mujt, absolutisht. Tu ka veç a mund hyn këto çështje. Dhe e fundit për tek qytetar, që për shembull pelon kushtimisht kalon në 2008-ën. Unë me ditu në qyshe justifikojnë çapo diun e dikush se kjo është procedurë civile, nuk buron prej një hetimi në polici, nuk buron prej një polici hetues që shkon atje heton një qytetar, dikush që e ka ndërtuar një shtëpi për shembull 2008-ën, 2009-ën që ka punu jashtë, mbi çfarë baze? Arsyeja pse po e ngres kët nuk ka të bëjë me ikje përgjegjësisë. Unë e kam plan me mbështet. Mirë po, mos krijoni një instrument
i cili ka me urdhëruar në gjykatë kushtetuese. Zonja Ministre, po diskutojmë për një projekt ligj shumë të përfolur, u tha edhe nga kolegët e mi deputet që daton prej 2021, se në fakt u tha që edhe është nënshtruar diskutimit publik, për derisa ne sot po flasim për një projekt ligj të ri, me disa ndryshime kozmetike, i cili nuk i ka adresu gjitha gjetjet e gjykatës kushtetuese. Këtë e kanë thënë edhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët ditëve të kaluara kanë kritikuar qeverinë për qasjen e saj, sepse e para pse nuk janë ndjek procedurat e rregullta që i parashet rregulloria punës kuvendit, pse duhet e njëjta të vijnë kuvend me procedurë të përshpejtuar, sepse ne e dim që janë 15 ditë afat kohor për dorëzimin e amendamenteve, që po i bie që në fakt ligji miratohet në kuvend pas zgjedhjes së presidentit. Do të na duhet që në kuvend të votojmë për ndryshim të procedurave, përderisa ne kemi pas mundësi që të njëjtin ligj ta trajtojmë me afate të rregullta, duke i nënshtruar një diskutimi të rregullt publik, ku do të ishin të pranishëm edhe shoqëria civile. Dhe natyrisht do ta diskutonim detajisht. Pra, janë 4 linje të ligjit të cilat janë shpallë kundër kushtetuese nga Gjykata Kushtetuese e Republikës Kosovës, dhe unë kujtoj edhe aso kohë, kam qenë anëtare e Komisionit për Legislacion, që kur Gjykata Kushtetuese kishte shpallur kundër kushtetues ligjin, ishte thënë që po bëhet sabotim i reformës në drejtësi. E para, zonja Ministre, si deputete dua që të kërkoj nga ju që të mos përdoret narracioni i njëjtë, sepse nuk është sot tendencë që një ligj i cili ka synim ta luftoj krimin e organizuar, korrupsionin, të sillet prapë në gjykatën kushtetuese dhe si i tillë të mos merren rekomandimet e institucioneve përkatëse dhe ligji të mos jetë në harmoni me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Janë disa çështje të cilat do t'i trajtoj. E para, u tha dhe nga kolegët e mi deputet, byroja do t'u udhëhiqet nga drejtori i saj, i cili në fakt do t'jetë autoriteti kompetent për vendosje të iniciimit të hetimeve dhe parashtrim të propozimit për konfiskim të pasurisë. Pra, sa i përket zgjedhjes së drejtorit përgjithshëm të byros, në draftin e parë ka qenë që ai të zgjidhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, pra 61 vota, ndërsa tash e kanë bërë që i njëjti të zgjidhet me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm dhe që votojnë. Zonja Ministre, ky standard i ulët i emërimit të drejtorit të një institucioni kaq të rëndësishëm, a është argument që kjo qeveri po themelon një byro politike, e cila ka për qëllim të shërbej natyrisht, siç e tha edhe zoti Tahiri, për një gjueti shtrigash, nëse mund ta quaj, e jo në fakt për qëllimin politik që duhet ta ketë një institucion i pavarur. Nuk du të besoj që do ta shfrytëzoni për fushatën zgjedhore, zonja Ministre, sepse është një ligj i rëndësishëm që e kemi diskutuar tash e sa kohë, dhe nuk e besoj që qeveria sot për një ligj kaq të rëndësishëm mund ta kthej në kampanjë të fushatës elektorale, siç kemi pa dhe ligjet cilat kanë ardhur ditëve të kaluara në kuvendin e Republikës Kosovës. Sem nga e fundit, duke konstatuar që zgjedhjet i kemi kryer në dhjetor të vitit kalum, nuk kemi fushat zgjedhore, kemi fazë shumë kritike dhe shumë të rëndësishme të miratimit të ligjeve shumë të rëndësishme, mes tyre ligji i filluar vitin 2021, i cili ende në vitin 2026 diskutohet sikur të mos kishte kalu asnjëherë në kuvend, sikur të mos kishte kalu asnjëherë në gjykatë kushtetuese, dhe sikur tash po fillojmë me kërku opinionet e Komisionit Venedikut e tjerë e tjerë. Shumë prej çështjeve që u përmendën janë ngritur në të kaluarën, i është dhënë përgjigje qoftë nga gjykata kushtetuese, qoftë nga Komisioni Venedikut, edhe janë nxjerrë konkluzionet nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, edhe janë ndryshuar aty ku ka qenë e nevojshme formulimet në nenet përkatëse. Është e vërtetë që ligji në këtë formë që paraqitet sot është një ligj i ndryshuar nga ai që ka qenë në vitin 2021, mirë po në raport me ligjin që ka kaluar në kuvend në vitin 2024, nuk ka asnjë ndryshim, nuk ka jo vetëm ndryshime kozmetike që nuk ka asnjë ndryshim. Është ai ligj i cili
në vitin 2024 ka kaluar nëpër kuvend dhe gjykata kushtetuese ka shpreh vërejtjet e saj për mënyrën se procedurën në të cilën është aprovuar ai ligj. Prandaj nuk ka pasur diskutim publik dhe prandaj unë e mirëprita shumë mundësinë që mes dy leximeve ne kemi mundësi ta diskutojmë me qëllim që të heqim çdo dilemë që kemi.